jemi këtu për një mbledhje të grupit parlamentar së bashku me qeverinë për të çelur sesionin e ri parlamentar, duke u përpjekur së bashku që nga njëra anë të bëjmë një përmbledhje të punës dhe të sfidave që grupi i ri ka hasur në sesionin e mëparshëm, që ishte edhe sesioni i parë i kësaj legjislature, dhe nga ana tjetër për të vendosur disa piketa të përbashkëta në kushtet kur puna që kemi përpara këtë vit është një natyre shumë të veçantë për shkak të futjes së Shqipërisë në fazën më intensive të negociatave me Bashkimin Evropian dhe për shkak të domosdoshmërisë që në një hark kohor relativisht shumë të shkurtër, prej vetëm 2 vjetësh, Shqipëria të përmbush të gjitha kushtet për të mbyllur negociatat e antarësimit. Sikundër e kemi të qartë nga plani që kemi në tryezë, i dakordsuar me Komisionin Evropian, dhe sikundër e kemi bërë të qartë edhe për opinionin publik. Kam përshtypjen që akoma sot edhe brenda nesh, brenda grupit parlamentar dhe lëre më pastaj brenda partisë, e lëre pastaj në opinionin publik, nuk ka një kuptim të qartë për çfarë do të thotë në pikpamje të sfidës dhe të barrës së detyrimeve, përmbushja e kushteve për të dalë me sukses nga procesi negociatave dhe pastaj përmbushja e kushteve për të përballuar përfshirjen në një realitet tërësisht të ri, siç është realiteti i një tregu prej 450 milion njerëzish, ku Shqipëria e integruar do të jetë një pikë uji në oqean. Dhe ku sfida për të gjithë sektorin prodhues dhe po ashtu për institucionet do të jetë e shumëfisht. Sa për të dhënë një shembull, ne në momentin që flasim, përmes skuadrës së negociatave, jemi duke negociuar periudhat e ndërmjetme pas momentit të antarësimit, që t'i japim mundësi vendit që të jetë i gatshëm të përmbush të gjitha kriteret e të qenit bashkë në një familje të madhe si familja evropiane. Kjo nuk është diçka që bëhet ekskluzivisht për ne, kjo është diçka që është pjesë e mekanizmit të antarësimit, është diçka që e kanë bërë edhe vende përpara nesh. Fjala vjen Kroacia ka negociuar dhe ka arritur të marrë 10 vjet fazë të ndërmjetme për përmbushjen e të gjitha kritereve në aspektin mjedisor. Dhe në ndërkohë që ne i referohemi atë rasti dhe
Jemi besim plot që bazuar mbi atë precedent do të mund të marrim një lehtësim të tillë. Betejë kryesore është për sektorin e prodhimit ushqimor. Për të gjithë prodhuesit në fshat, për të gjithë sipërmarrjen që përpunon prodhimet ushqimore. Në kushtet e sotme, ne jemi të pa integrueshëm në Bashkimin Evropian për shkak të nivelit të pamjaftueshëm të sigurisë ushqimore sipas kritereve të Bashkimit Evropian. Dhe për këtë arsye, po përpiqemi të fitojmë një fazë të ndërmjetme prej 5 vjetësh, pas antarësimit. Por ama, vitet kalojnë shpejt dhe përgatitjet duhet të fillojnë tani në vazhdën e të gjitha atyre arritjeve që kemi pasur, po të kemi parasysh që kur ne kemi marrë detyrën, rrugët e Shqipërisë ishin njëkohësisht edhe tregje ushqimore edhe thertore. Nuk besoj se është e vështirë që duke u kthyer pas në vitin 2013, të gjithë të kaloni në filmin e kujtesës, gjën e gjallë që therej në rrugë, që nga kthesa e Kamzës e deri në pikat tjera. Apo të gjitha autostradat e Shqipërisë, të ashtu quajtura, që përveç se ishin lënë rrugëve, ishin të kufizuara nga tezgat dhe tregjet informale ushqimore. Që nga ajo kohë shumë përparim është bërë. Por ama, në raport me kriteret e sigurisë ushqimore të Bashkimit Evropian, jemi ende larg. Ama duhet të dim çfarë do të thotë kjo. Kjo do të thotë që në momentin e antarësimit dhe pastaj në momentin kur përfundon periudha ndërmjetme, asnjë ushqim i prodhuar në Shqipëri nuk mund të shitet përveç në Shqipëri. Dhe edhe në Shqipëri do të funksionojnë kriteret e njëjta, që do të thotë që edhe në Shqipëri ushqimet mund të bllokohen sepse nuk përmbushin kriteret e sigurisë. Dhe pastaj në skenarin më pesimist do të thotë që gjithçka që hahet të importohet. Po shkoj në ekstrem. Për këtë arsye duhet një super punë, por edhe një super vendosmëri. Dhe një super vendosmëri nga ana jonë si vendimarrës për të mos falur asgjë dhe askënd në emër të nevojës që të vazhdoj të punoj, që të vazhdoj. Gjithsekush do të vendoset në pozita shumë të forta përgjegjëshmërie dhe pune, sepse në rastin më të mirë janë vetëm 10 vjet përpara. Nëse do të llogarisim 2030-ën si vitin që jemi ulur në tryezën e Bashkimit Evropian dhe 5 vitet si periudhën e ndërmjetme që uroj dhe besoj do ta sigurojmë duke negociuar me Bashkimin Evropian. 10 vjet. Shkojnë shpejt. Më pyesni mua sa shpejt shkojnë. Dhe në ndërkohë, puna për të bërë shumë e madhe. Kështu që vi tek pika tjetër. Kemi pasur deri më sot disa raste që në mënyrë natyrshme procesi i diskutimeve dhe i miratimit të ligjeve që kanë të bëjnë me antarësimin e Bashkimit Evropian është vonuar apo është
marrë lehtë si një proces ku ne kemi lirinë të fusim duart sipas opinioneve tona. Ne nuk e kemi këtë liri, që të jemi shumë të qartë. Ne kemi lirinë që të negociojmë me Bashkimin Evropian dhe do të ndalem në këtë pikë me njëherë pasi të përmbyll këtë pikë ku jam, por nuk kemi lirinë që pasi negociojmë të diskutojmë. Që do thotë, negociatat mbi një draft që hyn në të gjithë mekanizmin e gjerë dhe kompleks të arkitekturës së ligjit evropian, negociohet me Komisionin, i imponohet qeverisë dhe vjen në parlament. Në momentin kur vjen në parlament, duhet miratuar, jo diskutuar. Sepse që t'i hymë diskutimit të një ligji të tillë, duhet më parë të ridiskutojmë a duam të hymë Bashkimin Evropian apo jo. Dhe këtu kam një tjetër shembull për të dhënë. Me të drejtë, disa shok dhe kolegë këtu bëjnë gabimin që bëja unë deri kur e mësova që nuk duhet bërë. Marrin një draft që vjen nga qeveria pasi është dakordsuar me Komisionin përmes skuadrës negociatore dhe fillojnë i referohen vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Shiko se Franca nuk e ka kështu, Gjermania nuk e ka kështu, madje as Kroacia nuk e ka kështu, dhe pse ta bëjmë ne kështu. Miqtë e mi, këtë gjë po e ndaj me ju si eksperiencë dhe duke shpresuar që ju e dini që unë nuk jam lehtësisht i përthyeshëm, ju ftoj që të jeni të gjithë përthyeshëm në këtë pikë. Sepse kur ngrihet kjo pyetje ose ky pretendim që ne nuk duam ta bëjmë këtë kështu sepse ne duam ta bëjmë si Franca, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Që ta bëni si Franca duhet të jeni Franca. Ju jeni Shqipëria. Nuk kemi kërkuar ne që ju të vini të bëni pjesë e familjes tonë. I jeni ju që keni kërkuar dhe ne jemi shumë të lumtur të kemi pjesë familjes. Po për ju kemi kushte. Dhe kushtet janë këto. Nëse doni. Nëse s'doni, mund ta bëni si doni. Tani, kjo nuk ndodh vetëm me Shqipërinë. I gjithë procesi i antarësimit është një proces që ka sjell rëndim të kushteve për atë që ka ardhur më pas. Ata që kanë hyrë në fillim në Bashkimin Evropian nga ish perandoria komuniste e lindjes, e kanë pasur shumë më të lehtë procesin dhe janë bërë antar me shumë më pak kushte. Kanë qenë, po ta themi ndryshe, shumë më të pa përgatitur se që jemi ne sot. Pastaj kanë ardhur ata më pas, që kanë pasur më shumë kushte se ata më përpara. Pastaj kanë ardhur ata tjerët më pas, që kanë pasur ku e ku më shumë kushte se ata përpara. Pastaj në fund ka ardhur Kroacia, që ka pasur më shumë kushte se të gjithë të tjerët, dhe tani jemi ne, vendet e Ballkanit Perëndimor, që kemi kushte që as Kroacia nuk do t'i merrte dot me mend. Pika tjetër që unë dua të prek
pas kësaj është që në ndërkohë ka diçka që e kam theksuar në fjalën time në Asamblenë Kombëtare kur nisëm këtë mandat, që duhet të jetë shumë më tepër në vëmendjen e grupit parlamentar dhe të qeverisë, dhe këtu kam parasysh drejtuesit e grupit dhe dy ministret që drejtojnë negociatën. Kjo është pjesa që lidhet me fazën përpara përmbylljes së negociatës mbi cilin do tekst. Duhet shumë më tepër punë për të shpjeguar me grupin dhe për të dëgjuar nga grupi. Pra duhet shumë më tepër informacion i ndërsjell në mënyrë që të gjithë deputetët, të cilët për shkak të përkatësisë në komisione, apo për shkak të ekspertizës tyre, mund të kontribojnë në një proces draftimi, të jenë të informuar dhe të jenë të mirëpritur të kontribojnë. Kështu që këtë format të sotëm, që është një format i domosdoshëm për mëtutje, natyrisht jo me të gjithë ngarkesën e sotme, por me pika specifike dhe me një pikë gjithmonë të përbashkët për procesin e negociatave, për draftet që janë në proces, për draftet që vinë më pas, do ta zhvillojmë çdo muaj. Nga ana tjetër, për të mos u zgjatur më tutje, dua të prek një tjetër aspekt për cilin kam folur edhe në fjalën përpara asamblesë. Aspektin e ndryshimeve brenda për brenda pushtetit, organizimit, po themi të pushtetit legislativ, që e filluam me komisionet, sot patjetër që qoftë nga kryetarët e komisioneve, qoftë nga anëtarët e interesuar për të diskutuar, do të dëgjojmë se çfarë opinioni keni lidhur me këtë formulë të re që kemi me numrin e komisioneve, ndarjen e tjerë. Dhe duhet ta vazhdojmë me administratën e kuvendit, e cila kemi kohë që themi duhet të modernizohet dhe duhet të mbështetet nga një transformim i rëndësishëm teknologjik, punë për të cilën me siguri do të flasë kryetari. Dhe nga ana tjetër duhet sigurisht që të vendosim edhe piketat me një kalendar të qartë për godinën e re të Parlamentit të Shqipërisë. Të gjitha këto bashkë shkojnë në të njëjtin drejtim. Natyrisht që asnjëra nga këto nuk pengon një pjesë të madhe të punës që bëjmë, po të gjitha këto bashkë ndihmojnë për t'i dhënë më shumë hapësirë dhe më shumë energji pozitive punës së deputetëve, të cilët duhet në ndërkohë të mos e ndërpresin përkundrazi, ta artikulojnë ende më mirë punën që filloi shumë mirë pas zgjedhjeve në territor. Ribraktisja e territorit si zakonisht në të shkuarën nuk duhet dhe nuk do të mund të jetë një opsion për këtë grup parlamentar. Natyrisht që për sa i përket kësaj
do të flasim më konkretisht në asamblen e ardhshme kombëtare së shpejti, por dua ta theksoj këtë pasi besoj që 83 mandatet e kërkojnë këtë me një ngulm të pa njohur më parë. 83 mandatet imponojnë shumë gjëra për këtë forcë politike, duke filluar nga detyrimi që fundin e 2007-ës ne të dalim përpara atyre që na i dhanë 83 mandate dhe të tjerëve që nuk na votuan dhe t'ju themi që ne e bëm atë për cilën ju kërkuan votën. I mbyllëm negociatën me Bashkimin Evropian. I mbaruam detyrat tona. Pastaj detyra tjetër është sigurisht pjesa e këmbguljes politike me të gjithë kryeqytetet e Europës, me të gjithë parlamentet, me të gjitha qeveritë që të bëjnë ratifikimet për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Këto ishin ato që unë doja të ndaj me ju në hapje për mos bërë një fjalim të gjatë dhe do t'ju lutesha shumë që nga kryetarët e komisioneve dhe pastaj të tjerët që ky takim të mos jetë as pak formal dhe nga ana tjetër të gjithë të tjerët janë të ftuar dhe të lutur që të marrin pjesë në diskutime për çfarëdo qoftë që nuk u tha apo për çfarëdo që duan të nënvizojnë. Sigurisht duke pasur një parasysh që jemi shumë këtu për të marrë shumë kohë. Unë përpoqja ta jap shumë personal duke bërë një fjalim më të shkurtër se sa zakonisht. Faleminderit.